Vendimi 0 për rritjen e çmimit të energjisë elektrike është bërë mjaft shqetësues për vendasit të Gjakovës, të cilët po ndjejnë drejt për drejt efektin e shtretimit të faturave të cilat I kanë pranuar në rritje nga KEC për muajin maj. Ka pas ngritje çmimit, mirë po tash. Sa të shpenzoj parakorisht? Mu ka ardhur 49 euro më ka ardhur për muajin e maj, e 48 euro më ka ardhur për muajin prill. Për rritje të çmimit të energjisë duke I shqetësuar edhe një mërgjimtar, madje ai nuk nguroi të bënte krahasimin e faturave të energjisë me shtetin ku jeton. Për mua nuk është problem I madh, se jam jashtë. Në Gjermani jetoj që 57 vjet. Vetëm për këta që s'kan me. Për rritjen e çmimit në faturat e energjisë. Po, kam rrit po. Nuk e Kur I shoh njerëzit me 120 euro jetojnë, qysh bie jetojnë, unë nuk di. Edhe atje ka rritje çmimeve, gjitha janë, po janë kushtet ndryshi. Këtu nuk I kanë kushtet, me 120 euro, nuk e di çka bën një njeri. Rritja e çmimit të energjisë prej 16% po duket e papërballueshme për ekonominë familjare, edhe për disa konsumatorë të tjerë. Dallimi është shumë I madh edhe plus është e keqe te blok tarife. Unë pendiçi po thonë rryma është rrit, po kërkush nuk flet për blok tarife që bëhen, që I kalojsh ato limitet, domethënë ti mundesh me pagu shumë trafiqin, 5 fiqin e rrymës, kjo është e padrejtë, po nuk e di kjo, nuk e di, nëse më përballojnë. Që të kohë ka ardhur shumë shtrejt, 72 euro në këtë kohë në kur që kam ragju, 30, 28, kjo është tepër e lartë, e përballosshme. Nuk e di që shmujnë me dal njerës që s'kanë të orna kërka hiq. Nuk e di, sa mujnë me përballu. Me të vërtet vështirë. E disa të tjerë thanë se edhe protestat të një pasnjëshme për të kundërshtuar këtë vendim, dolën të jenë të pasuksesshme. Na shpenzojshim për pora dej, si më thënë, dej 40 euro, 50 euro. Tash ka ardhur gati një herë e gjysmë ma tepër, lira. Kjo është një farë, si më thonë, një hutin popull, që ne nuk jem ka dim se shka ka ndodhë, pse qeveria nuk reagon në këtë rast. Ta po thojnë, qeveria mundet vetëm me dhënë subvencione, minimu për popullat. Po kjo nuk ka di, na jemi qasi soj që thojmë, shtrejte, bojmë podhe, po më në nalën në gjinë elektrika të rësun rrimë pa ta. Këto procesa nuk ka dhënë efektin e vetë, po mdoket që edhe numri shumë I vogël, t'i shkon numri më I madh. Mu vëdësu popullata mu bom shumë, me dalë pi kretë qytetet. Ajo ka peshë më të madhe, ka më seriositet. Kujtojmë se me 1 maj 2025 hyri në fuqi rritja prej 16.10% të energjisë për konsumatorët e KESKO-s, vendimi I marrë nga zyra e rregullatorit për energji.